Partia Socialiste realizon një tjetër lëvizje politike krejt të papritur në drejtim të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet që mbron çështjen Çame. Me anë të kryetarit Edi Rama, Selia Roz ka bërë publike një rezolutë të saj për zgjedhjen e kësaj çështje në Kuvendin e Shqipërisë, por kjo duke ruajtur stabilitetin në rajon dhe konform ligjeve ndërkombëtare. Duke konsideruar çështjen Çame si një çështje të patrajtuar në kuadër të çështjes shqiptare në Ballkan, duke u mbështetur në frymën e traktatit të miqësisë, bashkëpunimit, fqinjësisë mirë dhe sigurisë ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Republikës Greqisë, ne, përfaqësuesit e popullit në Kuvendin e Shqipërisë, e konsiderojmë çështjen Çame një çështje politike, e cila duhet adresuar në përputhje me normat e gjithpranuara të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Për këtë, i kërkojmë Këshillit Ministrave ta përfshijë si çështje politike në marrëdhënie diplomatike dypalëshe me Greqinë dhe të raportojë 2 herë në vit pranë Kuvendit të Shqipërisë për ecurinë e kësaj çështje. Kjo është projekt rezoluta alternative që në këndvështrimin tonë të Partisë Socialiste e adreson këtë çështje. Gjatë prononcimit të tij për mediat, shefi i opozitës u kujdes që të mos harrojë për asnjë çast marrëdhëniet e mira me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, të paktën deri më sot aleat në letër i socialistëve. Por dhe duke çminuar terrenin e një konflikti të paarsyeshëm mes forcash politike të këtij vendi që kanë interesin e lartë të përfaqësimit të bashkësive të ndryshme, duke bërë kësaj që kjo çështje të mos ushqejë më mllef, urrëtie, shpirt konflikti dhe në fundit të mos cënojë në asnjë rast dhe për asnjë arsye gjithsa ne shprehim në parashtresën e kësaj rezolute. Vetëm pak ditë më parë, 2 artuesit e një rezolute për çamërinë në Kuvendin e Shqipërisë, Shpëtimi Drizit dhe Dashamir Tahiri, u konfliktuan në Komisionin e Jashtëm me Evangel Dulën e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, pikërisht për tekstin e rezolutës.